Një video e pazakontë marketingu ka vendosur agjentin e njohur imobiliar Arbër Dervisha në qendër të vëmendjes në rrjetet sociale. Ai ka realizuar një video ku shfaqet duke dalë nga një varr me qëllim që të promovojë blerjen e pronave. Me këtë gest Dervishaj synon t'ju bëjë thirrje qytetarëve që të nxjerrin lekët nga dheu dhe të investojnë në shtëpi. Kjo strategji e tij shihet nga shumë si një shembull i qartë i dëshpërimit të agjentëve imobiliar në kushtet e thellëskës së tregut të ndërtimit, ku gjetja e klientëve po bëhet gjithnjë më e vështirë. Videoja është bërë menjëherë virale dhe ka shkaktuar një val komentesh. Ndjekësit janë ndarë mes atyre që e shohin si një marketing gjenial dhe atyre që e cilësojnë si një veprim të shëmtuar për të mbledhur klikime. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.